tu shku, ku që dur njoni. Për vetec. Shkon dha që këtë me kohë, shku në Shkup, ja kanë dëshkue bjanin, sërbet që mos më këthyë mo. Nga ata po kanë dëshirë me në Kosovë, për qika ose më martu, po këtu nuk përdojnë vajzat. Këm bisedua din këtu ka pak me dhe, po e qëfar të jasë që dojnë me një. Këtu, mirë, po një pjesë e madhe e shqiptarë në Turqi, po kanë dëshirë më bo banor të Kosovës për me shkuën në haqë. Profesor, fillimisht faleminderit shumë për kohën që ndajte për neve. Faleminderit për juve. Ke qenë në Turqi qëtash, për çfarë arsye, më nësh më na tregu? Po arsye që këna qenë në Turqi, kam qenë me Beqeri Pullën edhe Islam Bekullin, arsye ka qenë që të shkojmë të bashkë vendneset e tonë, që këna gjetë para 9 vjetë, me shku me nejtë në Turqi, se ata e në konë edhe na shkumë. Qysh keni rënë kontakt me ta? Prej ka ardhë ideja, ku lindi interesi mi kërku të ata ose ata ty? Po mas pari, ne këna dëgjuar për të vjetëve që shumë kanë hiqë, dhe mon për pushtetit serbë shqiptarë në atë kohë të dërbuë, që kanë dërbuë në Turqi. Në atë kohë, me mija qenë, nështë tajna për 5 milion. Mirë po, tani i kumë dëgjuar që ashtu edhe, tu bisedua me këta pleshtra, një foto e kanë qitë, atëherë një foto, ku kumë me Mehmet Jakulli 1958 u rikëthive, 1958, orë këtu me gruë vetën, me gruën e vetë Gjilfin, ajo kune për vetësve të tërtic, edhe kërë u këthive këtu, e kanë qitë një foto, unë po dhije, kërë e ndalë tani, ku u shkur për Turqjepet. Edhe tani qatë foto, e ka rujtë baba i Hakip Mehmetit, edhe e ma ka dhonë, edhe e kena zbulu emnat. E ty njëve plezve, ata i ndekë të shtonë, në të kohë, ku 1958, e tani qatë të nejtë, edhe ja komisë mi lypë ja 2 vjetë. Unë kominuat që ata e në shkuat dikun në Izmer, këtu, në Bursa, Izmer, dikun natë, po ata që kun kejtë të tërkanë të kanë. Tu nejtë që të me do të katunit, o që sa betë Ramon Jepolli, tu nejtë me to, thash që është të vrasë që 2 vjetë, thash që më të mënu mi lypë për s'pojnë mi gjetë. Thash e din, thash, masë ju kun, thash... Qështë i lypë në Facebook, ha? Vetëm Facebook, po, për mes Messengerit në Facebook, të i lypë, tha, i në shku, tha, unë që e ditë kur kun, tha, te baba jam, tha, unë i kun posa të dikun 18 vjetë, tha, i në kun të kanë. E atër mu ma qiri rrugën, edhe e marrë telefonin, me që nëj me të katë, 10 mirë që emnat i kanë të shiguar. Me të katë, edhe marrë që në etë me të gëdurin ja 30, me 40 të katë, në nda, ta i ty lypë, dhe që kam në shakë përbashkët, të dinë, si pa kam shakë përbashkët, me gjithë, ku tu shku, ku që dur njoni, për vetec. Shkon, dhe që këtë të me konë, se tjetër s'ka, edhe dita që është, kjo Zulfia ka, që këtë të me konë, e marja dërgaj kërkesën, ma pranaj, dërgaj kamerën, edhe, tha po, tha na jemi, qaj kusë të kom të shikuemi në bavqytina, edhe, pej 1.000-2.000 metës, ja ka njës na. Qysh mujtë me u marrë vesh me ta, dishin shqip ata? Po, ata shqipe nuk e kanë harue, se ata që e ndalë herët, ata e në martu në me veti më haltë. Në vetë si kanon, bilisë dhe mos vajzat aty jo kun, pa mushë me martu me Turk, po, se halohat me mentalitet në kishë me ato që në plesht, po, edhe tash e martu në me veti Kapaz, Hasan Bab, edhe Zaba, ishin 3 fshatra shqiptare, edhe tash ata kanë furë shqip, deri e në shku, si kanon me furë turqisht. Tani, ku në shkollë, tani kam su dhe gjuhën turke, vesh shqip kanë furë, edhe flasin ender shqip. Ma për para kanë ardhë ata në Kosova? Mas pari ata, unë e kum gjithë qatë familjen e Porsha i Këpsit, tani kum gjithë atëja familje, tani 2018-13 dhjetor, e kum gjithë familjen Bekulli, që e pora ka e kulli, po, ja, këtë ja kanë ndryshue, bjemnat këto, ja kanë ndryshue Serbia në Shkup, që mësë Serbia kanë ndryshue, që pas tynev, kër e shku në Shkup ja kanë ndryshue bjemnin, Serbet që mësë më këthyë mo, se për mes bjemnat ne i këshëm gjetë, po, e për mes amë të smushmi gjithë, po për mes bjemnat i këshëm gjetë, edhe tani, nese, edhe tani 2019 me njerë, i këm gjetë në familje të tërë Ukelli, po, Ukelli, edhe tani, i këm njoftuar me ata, me qatë Jakullin, edhe të kanë shpejtë që ata, me ardhë në Shajkës. A kanë ditë ata që janë familje shqiptare dy partë, edhe pse janë kom prej kartuneve të ndryshme? A janë anë me zveti ata kanë posë? Nga, familja Bekulli dhe Jakulli po. Familja Ukelli ju. Se familja Ukelli atje, kër janë shkue në Turqi, ja kanë njësë luftën e por botërore, edhe i kanë quë për 75 shqiptarve, 71 janë ndekë, veç 4 në këtë gjallë. E ta që ndekë shumica, janë mjetë veç grava thmi. Shumica, edhe tani ata janë hub një pjesë, që kjo Ukelli, tani përmes një farë Mustafa Statovësit e kom gjetë.
që të i lyp. Edhe ma dëmun 4 vetë këmë botë, dhe këmë gjetë familjen tjetër ukelli, edhe tani shprenë dëshirë Rahmia, Jakulli, edhe Jenardh ka nejtë Shajkovës të Nazimi, që të ukellve, ka nejtë një 9 ditë. Më nëshmë më kallëzu qysh u nina ata kur erdhën në Kosovë? Po ata tash jenë befasu kërë në këtu, jenë befasu se tash shkëshëm shamu të një shpi u bëjshëm tonë bashkë. Qashtu edhe atje, ranë edhe jenë befasu dhe mund këtu me të pritin tonë, po edhe na ku ju më shku, tani unë mas një 5-4 mujve dikun, me dy shkurt ju më shkuone, me Beqir Jupullin, unë ju më shkuone dhe në Stabon Amerika, aty me autobus, unë të katë, ju më shkuone edhe të këmë në kranajt, qashtu edhe tani pritje në kam bo madhështore, unë të katë Hasan Bab ka pasë edhe miksar. A unë qatë ka po përshqypje mas shumë të? A i kishin rujt traditat tona, ushqime, pitet, flijat, apo i përgatit që në halo, apo ma ndryshe se? Jo, krejt, nga, atje përshqypje mas bon, abo që kanë rujt gjuhë Shqipe. Se unë e përmen edhe një televizion që i kesh marët, që atje nizmerë, bursa, këto, e ke po në ashtë televizionit që shumis e këshin rujt gjuhën. Edhe jenë dojnë ata vitet e 60, 50 e ndojnë. Ata heq, jenë dojnë 12, ose fillim 13, gjuhën Shqipe kanë rujt. Ushqimi është gati njëjtë, me flija, pite, që si që pasur njëjtë krejt, edhe traditën dhe mund, me qashamun martesat dhe që tashti, i kanë bo nërme vetë tash mo, jena thuat shumë, që tash ata s'mujnë shamun, edhe tash ja ka njësë ka pak me tërsh martue, se dhe që tashti e martue vesh me shqiptar. A kanë shprej dëshirë me marrë nusë në Kosovë, ose me dhonë qika në Kosovë ata? Po, nga, ata po kanë dëshirë me marrë në Kosovë, shamull, për qika ose më martue, po, këtu nuk përdojnë vajzat. Këmë bisedua din këtu ka pak me dhe, po i qëfartë jasë që dojnë me një. So në përdojnë na jem shqiptare. Ata përdojnë një shqiptare, po s'dojnë ata. Këtu vajzat të nuk dojnë me shkuati. Se po ta mërmenja? A ma shumë ka, do më thonë ma shumë ka hezitim prej neve në Kosovë që jemi? Po, ata nuk dojnë, unë këtu vajzat këmë bisedua që aty s'dojnë. Do mund se ata përdojnë pse në Gjermani po. Po ata që në shku në Gjermani në rritë qëto. Edhe në shku bashkë, me që ty vajzën në rritë bashkë, në shku do mund ata sikur me kënë Kosovë. Ata që në leje në Turqi, nuk dojnë, vajzat në Kosovë nuk dojnë me shku në Turqi. A e kam përmen ata, a menojnë na i herë në Kosovë? Allaj, jo, banur po dojnë më bo në Kosovë, edhe po përshkojnë do procedura këshat gata, se shumisa pishënike lindja e babgjyshit ose katërgjyshit Prishtina. Mish pishënike Prishtina. E tash për mes tyne po dojnë më bo veç banur, edhe njëni kuj me Bekulli, ka shpejt dëshirë, mi marë, më këthyje këtu, mi marru një shpitikon, mi bëndi tëk, një shpi marru, një bashkë mi ba, më këthyje, më bo banur, po se tash më duket, që shë ndëgjova në lajë me dikun, kishën thonë tash se do të me konë gjua kësore për mi dit, po tash më duket e kishë një qëllë gjuhë. Kishën thonë, s'ka lidhe dhe gjua, banë edhe 5 ditë gjuhën, më këthyje. E ai ka shpejt dëshirë me ardhë. Këto, mirë po një pjesë e madhe e shqiptarë në Turqi, po kanë dëshirë më bo banur të Kosovës për me shkuën në haqë. Mekë. Se jo, ata i kanë caktu me shamull, çdo shtet e ka caktu me shamull, pima shamull 5.000 vet e ka Turqia dhe Maja. Tani duhet 10 vjet me prit. E Ballkani e ka pa kufizuar. E ata po përmes haqit tash që me shkuën në haq, po dojnë me bo banor të Kosovës edhe me shkuën direkt në haq. E përmene pak ma herët që të ka bo përshtypje mas shumë të që është që nuk e kanë harru gjuhën. Që ka bo dhe diçka tjetër përshtypje? Po, përshtypje për çmimet, mu më interesoj pak edhe çmimet tina në shqiptore dhe i këshira çmimet, 90% çmime ishin atje ma lirë, për pas veturave që ishin 3 herë duplo ma shtrejt, telefonet ishin 3 herë duplo ma shtrejt, edhe mishë ishin pak ma shtrejt, të ja çmime komplet ishin ma lirë. Të mund jeta ish me mirë. Tash unë si mësim nëmës, më interesoj me vetë, shkova atje të Kemal Aktashi, djali tina, i kish krye fakultetin e historisë, edhe ke mësim pe klasës 6 deri 9. Thash, sa me rrugën me lira, thash, ja për këthema në euro, kur e kështu 1200 euro e kam rrugën. Edhe më shkollat mes, dikun tha, tem 1400 shej. Dhe mund ishtë dupla, rruga me madhe, unë Turqisë në Kosovë. Do mund ishin çmimet, do mund edhe nafta ish ma lirë, do mund gjithçka ish ma lirë për pas qytetëri, sa në që ishin marrëtet, 90% tjetë ishin ma lirë, jetën e kishin ma të mirë gollë dhe setën. Profesor, unë e ti që përveç se me çështjen e familjarëve të largët prej Shajkovësit që janë këto që i ke gjetë Turqi, i ke marrë dhe me aktivitetet tjera që e ke bo katunin me konë ma i bashkum njoni me tjetërën. Unë e di që para do viteve ke bo dhe një iftar me bijat Shajkovësit, apo? Po,
A mund është më folë pak ma shumë për që çështje? E di që e ke folë edhe ma herët, po... Po mas pari këtu fshatë Shajkovës, është domon këtu jemi shumica janë fisit bëtysh, na jemi këtu rrashë muhaxher. Rodar Macesen Brazht, për vetes, e tani na e qëjmë shumë mirë me këta. Komplet na e qëjmë shumë mirë me këta, këtë 4.000 bashku, blinë në përëta, ti kun shamë bomi këtë, edhe tash, edhe çdo sani bujnë bashkë, thëmë, hajtë qa me bashkë, hajtë thashtë të i bujnë tjalisë me dhe iftare, mas pari, edhe mas pari iftarin e pari këna bo në 2019 me iftarin e burrave. Këna bo iftarin e burrave, tani ma vonë, thëmë, hajtë e bojnë iftarin me rëbia. Pse, ke që të toka, qa ka, që të toka që këna punu me mëtra tëna. Tash që e dhe këti nuk së të rjetë, tash mo, s'dali me punu tash, e ketë edhe javlimi a bojnë iftar bijave. 2022, se një 2 vjet na ndërpriti e pandemisë. Tani, vitin e tjetër, para 1 vjetë, e bojmë iftarin, iftarin e nonave tona. I e dy fërtëmi që Shotë Shajkovës ka qenë vembani më i madh gjatë luftës. Ne kun që të rreth 100.000 vetë, 50. Ta dikun ka nejtë për 50.000 vetë për 2 muaj diçka, edhe e bojmë edhe iftarin për nonave tona, që kanë gatu në luftë mija vetëve, edhe vjetë tani këna rikëthia petë. Si vjetë këna boj iftarin për burra petë. Këna bo, mushën vitin që vjen, nështë e vazhdojnë petë për bija tash. Apo më kalëzën pak so bija i patët në iftarën? O da dikun 250 bija për afërsisht kënë, për dhe dikur erdhe në mavon tani. Se kanë ditë, kërë kanë po tani, unë sham drejt për drejt për Frasës Shajkovësi, tani ja kanë njësi jenardë. I kanë lonë men herë jenardë, tani mas iftari jenardë. Çfarë ndjenjë u kom për ty kur i ke pa që po takohen, ashta gra që se në taku që sa vite? Vish kur jënë konë të vogla, ma një jeta i ka nda, se dikush u martu dikën, dikush. Po, na i dëgjeshëm aty dë plakat vjetra, që kishin tash përmi 70 vjetë, të isha je filonja, s'kom po që 50 vjetë, s'kom po që 40 vjetë, që 30 vjetë, që 20 vjetë, si të mos pas luftës. Ishin do biliniva, do plakat ishin që 60 vjetë s'kom po. Do unë ishim diçka në ndjenë pak emocionale aty kësha se 60 vjetë mos më po adin, tani i kanë bashkuar, do unë se ishin shkuar, ishin martu nështë ma largë, pak edhe si në ra. Puna e financimit ju vetë, ka tuni i mbledhni parët bashka, po... Po iftarin e parë, do mund i këna bo për bashkët, iftarin e bijave, i këna bo shamë qashtet për bashkët, i ka bo shumisën, i ka krye për bija mërgata, të funi qashtu, ka tuni i bëjnë ma shumë. E di që një bit tjetër, ka gjanë zashtë dhe gruja e Kadri Veselit. Qysh ke mujtë me ra në kontakt me ta dhe a ka pranu lehtaja me ardhë këtë një iftar? Po, qysh aja ken iftar edhe Violeta, shamun, edhe këtia të bija këm komplet, ken iftar. Bili aja folja, bili folja edhe në kosum televizion. Se është aja shumë është e kulturume, o e zaktia. Në mundja ja, është me tanët mira tash, foljen. Edhe pse është, e ko djetë që është Kadri Veselin bërë, po është skorire, pra ta aja shpejt dëshiren që u rritë. A ke pas kontakt me Kadriun këtë në herë, sa e ka marrë nusën këta jo? Po, kun të Hakim Mehmetin në herë Shajkovës, se kun, po, ka ne këtu. Po, këta jenë ndorë masiv se shpinja kanë kallë, këtu, tani jenë dalë në Prishtinë. Mas lufte, familja tina. Qëfar planë është ki tash e tutje? Për Jo, Shotrin Shajkovës këta? Unë se kam jetë fort munal, tash këshyrim për iftar të bijave, vitin që vjen kismet, tash do të mja bo diqysa pak ftëfta, se koha tash vjen pe dimni, që shmja bo, se nuk e kemi jetë fort munal, diçka aktivitete janisëm, diçka bjen me munde, me nëna dhe çdo punë që janisëm në realizaj. Profesor, cili është apeli yt për krejt njerëzit? Valla apeli jam për krejt njerëzit është vesh me folë mirë për njëri tjetrin, se do që pishot qëto që po morin dhe njerëzit me feje. Me feje që tashti, mua ata po më duke atje njerëzit mas pak të komtarë. Nuk e di pse mirë me feje kur na jemi shqiptarë, që na jemi qëtu të forë shqip. Shqip jem të folë. Çdo një të mon fejnë e vete, se pisha rritet sociale, kur pa nërë të folë kundër fesë islame. Ti moj fejnë tonë, unë e moj ta. Shqiptarë jemi na, shqiptarë ti, që kjo është apeli kryesor që janë të bo rritje fetare, i lëmë na fetë, mirë me çështë kombëtare, to plicën, në kanë marrë çashtin shtaf fshatra, Çamarin, mirë me çështë kombëtare, Mitrovica Veriut, ende çashtu, mirë me çështë kombëtare. Geograf për ndryshe. Po besoj atë ka rame shku ta shkove të fundit në Mitrovica Veriut, a te Ujmani? Unë jam konë me 25-6 gusht, jam konë me ata në Turqisë, Mitrovica Veriut, shkuam dolëm se na do na bëjmë mos shkoni, do shkoni, era njëri shkon aty. Hajde me mua, shkuam aty, pim kafe, aty te në restorant serbe, asnjë do më tashish në rregull, gjithçka për pati s'ke mos më afruas nga atë
S'ke mujt as nga Turë s'ke mujt. Ta shkon dhe atje, 5 ditë në Iman. Do më shkon aty plazha ke shqiptar. Diçka njerë për njerë mirë tash. Profesor, faleminderit shumë për kohën që ndajtë të ne. Ja, s'ka gjë, faleminderit.